Gjatë ditës, apo ju? Tjetër, e gjdo herë. E di që shumica prej nesh, po e flasë si gëdvështimin e psikologës, shumica nga ne, do më thonë, ditët e sotme jemi me stres, me ankth, por me gjitha të, gjithmonë do të në zgjugë pozitivisht, edhe me mendu më të mirën, normal që truni kur e percepton që jemi duke mendu pozitivisht, edhe dita është përplot me ngjyra. E sot ka dita me diell e me ngjyra e me disponim. Po ulemi pe pim ka një çaj edhe pe bëjmë do muhabet. Po patjetër, çaj kefi që thonë këta tursit, çaj kefi, shkum. Yll ka na boft mirë çaji. Hajde, me bismillah, po pim çaj. Edhe me të vërtet, është një kënaqësi me juve, me qenë edhe në një vend, me një ambient kaq të bukur, e sidomos në një ambient të shenjtë xhamis. Është një ambient shumë i mrekullueshëm. Edhe po shpresojmë që intervista me na shku fjollë. Nuk e kam as një dyshim, se na shkoj para intervista fjollë edhe intervista kam na shku potpuri fjollash. Patjetër. Po e presim. Për ndryshe të dashur shikues, Ylka është psikologe me profesion. I pëlqen shumë piktura. I pëlqen edhe piano. Ka lind, është rrit në një familje intelektuale të qytetit Prizrenit. Baba i Ylkës ka qenë një adhëtar i madh. Ka qenë prej themeluesve të spitalit të Prizrenit, ortoped me specializim. Halil Berisha, doktor Halil Berisha, zoti e pas të mëshiru. Do më thonë prej njerëzve më të mirë nështë që i ka pas Prizreni. Ylka përdi që të bën me qene emocionume, kjo hyrje në ta, po nuk mujta me të i kalu pa e përmend se njerëz të mdhaj nuk është se kemi shumë si shoqni, e duhet me i vequ disa. Patjetër, edhe unë jam shumë e lumtur edhe që e fillove, do me thonë, këtë intro ose këtë hyrje, me fjalë për babajnë tim, se me të vërtet, tash po flasë kështu, por babajnë ka qenë një ndër mjekët elitar edhe adhëtar dhe patriot i shuar. Një ndër figurat të rrallë, dhe më thonë, doktor Halil Berisha, i cili ka qenë potencialisht një ndër doktorët më të rrallë, kuror e artë të familjes edhe kuror e artë